Vlem kërkon nga prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit që të hapet lëndë e të verifikojë informacionet e publikuara në Opinion, lidhur me punën e ish-drejtorit të ndërmarrjes publike për rrugës shtetërore Eyup Rustemi. Nga Vlem thanë se ai dyshohet se ka ushtruar presion ndaj një kompanie të madhe europiane për prodhimin e gardhëve mbrojtëse të autostradës që të mos marrë pjesë në tender në Maqedoninë e Veriut. E kështu sipas Muhamet Elmazit nga Vlen, i është hapur rrugë një kompanie nga Serbia. Këtu nuk flasim për tender të zakonshëm. Këtu flasim për eliminim konkurrence, për favorizim firme dhe shuma milionëshe dhe me lojra me parat e qytetarëve. Edhe më e rëndë është bërë se bëhet fjalë për gardhe mbrojtëse. Këto nuk janë zbukurime që vendosen në rrugë. Këto janë pajisje që lidhen drejt për drejt me sigurinë rrugore dhe jetën e njerëzve. Nëse siguria e qytetarëve është vënë në pazare që një tender t'i takojë një kompanie serbe, atëherë a duhet të presim tragjedi të reja si ajo e vendbanimit Llaskars, që institucionet më në fund të zgjohen. Lidhur me këto akuzat të Vlenit reagoi vetë Eyup Rustemi duke i quajtur shpifje pretendimet e disa portaleve. Shprehu keqardhje që për interesa të ngushta politike sipas tij po idhen në Opinion akuzat të rënda pa asnjë bazë faktike, duke tentuar të njolloset emri dhe integriteti përmes dezinformatave. Sipas Rustemit, edhe më shqetësuese është fakti që çështja që lidhet me sigurinë e qytetarëve po përdoret për sulme politike dhe për diskreditim personal. Pretendimet e paraqitura janë tërësisht të pavërteta, të pabazuara dhe nuk mbështeten në asnjë fakt apo dokument zyrtar. E vërteta se gjatë periudhës sa ka ushtruar funksionin e drejtorit të NPRSH, nuk është zhvilluar asnjë procedurë tenderuese për furnizim me gardhe mbrojtëse nga kjo ndërmarrje. Nuk ka ekzistuar asnjë tender në kuadër të ndërmarrjes publike ku mund të jetë favorizuar, përjashtuar apo diskriminuar ndonjë kompani. Kur nuk ka pasur procedurë tenderuese nën kompetencën e institucionit që kam drejtuar. Nuk mund të ketë as ndikim, as presion dhe as përgjegjësi nga ana ime. Përderisa nga Vlen ngritin dilema për mosveprimin e deritanishëm të prokurorisë, duke kërkuar nga prokurori Islam Abazi që të ndërmarrën hapa konkrete për zbardhjen e rastit, eksponenti i BDI-së opozitare i bëri thirrje përfaqësuesve të Vlenit që nëse posedojnë qoftë edhe një provë të vetme të mbështetur në pretendimet e tyre, ta paraqesin para institucioneve kompetente dhe para opinionit publik. Në të kundërtën, Rustemi tha se pret që të tregojnë përgjegjësi politike dhe morale, të tërhiqen nga këto pretendime dhe të kërkojnë falje publike qytetarëve dhe atij personalisht për hapjen e informacioneve të pasakta.